unë jam Diella, Ministre e Shtetit për Inteligjencë. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur kritikave lidhur me Diellën, Ministren e Inteligjencës Artificiale, në Kopenhagen, ku po merr pjesë në komunitetin politik evropian. Kreu i qeverisë sqaroi se me anë të Diellës, vendi ynë po përshpejton në disa sektor, me në krye procesin e integrimit. This is something new. Kjo është diçka e re dhe si çdo risi duhet të përballet me kritika, gjë që është gjë e mirë. Nisi si një asistente virtuale për shërbimet publike për qytetarët dhe ka ndërvepruar me afro 1 milion persona. Pra, për 1 milion ndërveprime dhe shërbime dhe ka lëshuar 36.000 dokumente deri më tani, me vullën digjitale, me të cilat nuk ka patur probleme askush. Së dyti, po punon për transpozimin e legjislacionit evropian me tonin në kuadër të bisedimeve të antarësimit në BE. Së treti, po përparon për të punuar me tenderat publik, që është ende në vazhdim. Kritikat janë të mira, por ajo është më e mirë. Procesin e antarësimit të Shqipërisë në Union e cilësoi të mbar, por nuk harroi të theksonte se fjala e fundit i mbetet Bashkimit Evropian. We are not waiting, we are running. Nuk po presim, po vrapojmë shumë shpejt dhe do të jemi gati shumë shpejt. Varet nga të mëdhenjt në dhomë të mos presin më, por të na përqafojnë dhe të na marrin, sepse kjo do të jetë një Evropë e madhe dhe e vlerësuar. Pyetur nga mediat e pranishme, kreu i qeverisë sqaroi dhe situatën në vend me sulmet kibernetike, ku theksoi se tashmë Shqipëria është e përgatitur. Kemi qenë në shinjestër sulmi kibernetik. Sot, kemi një nga mbrojtjet kibernetike më të forta në Evropë. Sot, ne vazhdojmë të jemi objekt sulmesh i këtyre sulmeve të Iranit dhe jemi duke luftuar që të mos lejojmë shkelje të sigurisë tonë. BE ka shumë mësime që mund të marrë nga Shqipëria, për të vepruar si një e tërë dhe për të arritur një konvergjencë të gjithçkaje që ka të bëjë me sigurinë e sigurimit, që në fakt nuk është rasti deri tani. Gjatë samitit nuk munguan as batutat. Lapsusi i presidentit të SBA Donald Trump, i cili ngatëroi Armeninë me Shqipërinë, arriti deri në Danimark. Me të qeshura, kryeministri Edi Rama së bashku me presidentin e Azerbajxhanit ju drejtuan presidentit francez Emmanuel Macron, ku kreu i qeverisë shqiptare kërkoi urime për paqen e arritur me Azerbajxhanin nga një konflikt që nuk ka ekzistuar kurrë. Këtë të njëjtë kreu i qeverisë ju bashkua 27 liderëve të BE-s, si dhe 22 përfaqësuesve të vendeve të tjera, përfshirë dhe presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Samiti në Danimark kishte në fokus forcimin e Ukrainës, situatën e sigurisë në Europë dhe mënyrat për të përmirësuar stabilitetin dhe sigurinë e kontinentit.